Kandidati i zyrtar për kreun e Partisë së Lëvizja Socialiste për Integrim është Ilir Meta. Në një deklaratë për shtyp, zëvendës kryetari i LSI-s Petrit Vasili ka thënë se Meta është vetmi kandidat zyrtar deri më tani. Kryeministri Berisha ka kritikuar sot ashpër programin ekonomik të Partisë Socialiste. Në mbledhjen e grupit parlamentar të PD-s, Berisha ka etiketuar kryesocialistin Rama si Hugo Chavezin e Shqipërisë. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka vijuar turin e takimeve të tij në forumin e gruas eurosocialiste në Tiranë. I ka premtuar se me të ardhur në pushtet do të ofrojë një qeverisje të re ndryshe nga 20 vite pluralizëm. Alianca Kuqezi ka denoncuar sot shkarkimin e 20 efektive të komisariatit numër 1, duke i vlerësuar si shantazh të qeverisë Berisha për forcat e rendit. Mirëmbrëma dhe njëherë të nderuar teleshikues, do të vijojmë tani më gjërësisht me materialet e përgatitura. Kandidati i zyrtar për kreun e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim është zoti Ilir Meta. E në një deklaratë për media, zëvendës kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, zoti Petrit Vasili, ka thënë se Ilir Meta është vetmi kandidat zyrtar deri më tani pretendent për të rimarrë më saktë të drejtimin e kësaj partie, ndërsa ka theksuar se regjistrimi do të vazhdojë të jetë i hapur deri më datën 20 shtator për çdo antar të kësaj partie, pra për çdo antar të Lëvizjes Socialiste për Integrim që do të bëhet pjesë e kësaj gare. Zgjedhjet strukturore të brendshme të LSI-s tashmë kanë një kandidat zyrtar për kreun e kësaj partie, i miratuar dhe vlerësuar nga Komiteti Organizator i Zgjedhjeve të LSI-s. Në një deklaratë për shtyp, zëvendës kryetari i LSI-s Petrit Vasili tha se Ilir Meta është i vetmi kandidat deri më tani pretendent për të rimarrë drejtimin e kësaj partie, ndërsa theksoi se regjistrimi do të vazhdojë të jetë i hapur deri më 20 shtator për çdo antar të LSI-s që do të bëhet pjesë e kësaj gare. Komiteti organizator ka pranuar dhe ka marrë shqyrtim iniciativën e kryetarit të LSI-s zot Ilir Meta për të kandiduar për postin e kryetarit të LSI-s në zgjedhjet e ardhshme, të cilat mbahen në datën 20 tetor të këtij viti. Një depozitim i kandidaturave është i hapur deri në datën 20 shtator të këtij muaji, ku të gjithë kandidaturat e tjera alternative kanë gjitha fatin për depozituar kërkesat e tyre në përputhje me formularët përkatës për kandidimin për postin e lartë të kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Vasili ndër të tjera ka vlerësuar dhe ecurinë e forumeve të LSI-s lidhur me mbajtjen e aktiviteteve të ndryshme në vend, ku sipas tij janë realizuar tërësisht objektivat e kësaj partie dhe jo pakraste dhe me tejkalim të tyre. Sa i përket delegatëve pjesëmarrës në konventën e tetorit të LSI-s, Vasili theksoi se 572 vinësi të zgjedhur në mënyrë të drejtpërdrejtë, ndërsa 936 delegatë të tjerë zgjidhen në përputhje me shpërndarjen organizative të LSI-s në të gjithë Shqipërinë. Kriter i rëndësishëm, tha ai, do të jetë edhe rezultati i realizuar në zgjedhje. Sipas Vasilit, 30% e delegatëve do të jenë përfaqësues të Lëvizjes Rinore për Integrim dhe 30% përfaqësues të Lëvizjes së Gruas për Integrim. Shqipëria pritet të heqë tashmë zyrtarisht imunitetin në një seancë plenare jashtëradhe. Vendimi në fakt është marrë në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Heqja e këtij imuniteti është bërë tashmë një kërkesë ndërkombëtarëve si kusht për marrjen e statusit të vendit kandidat në vjeshtën e këtij viti. Ndjekim Eliona Ballhysën në kronikën e saj. Partia Socialiste do të votojë në seancë parlamentare heqjen e imunitetit. Vendimi është marrë në mbledhjen e grupit, i cili u drejtua nga kryetari i grupit parlamentar Gramoz Ruçi dhe u zhvillua pa praninë e medias. Socialistët janë dakord që të miratojnë kufizimin e imunitetit në seancën e parë parlamentare pavarësisht qëndrimit që do të mbajë maxhoranca për paketën e propozimeve të tyre për ndryshimet e tjera kushtetuese. Më herët, konferenca e kryetarëve në mbledhjen e saj nuk arriti të merrte një vendim për të përcaktuar datën se kur do të miratohet në kuvent propozimet e Partisë Socialiste për ndryshimet e tjera kushtetuese, duke lënë kohë grupit parlamentar të Partisë Socialiste që të merrte një vendim. Ndërkaq që është njoftuar që kuventi do të mblidhet në një seancë parlamentare ditën e martë dhe pritet që në këtë seancë të miratohet kufizimi i imunitetit. Ndërkohë që konferenca e kryetarëve do të mblidhet ditën e martë para seancës dhe do të përcaktojë një datë se kur do të votohet paketa e ndryshimeve kushtetuese të propozuara nga Partia Socialiste. Kjo paketë urrëzua nga maxhoranca në Këshillin e Legjislacionit pak ditë më parë dhe i njëjti qëndrim pritet të mbahet edhe në seancë parlamentare. Socialistët propozojnë që antarët e gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese, por edhe prokurori i përgjithshëm, të zgjidhet me 84 vota. Por ky propozim i socialistëve është cilësuar bllokues nga maxhoranca, pasi në mungesë të vullnetit politik,
nuk arrihet konsensusi dhe në këtë mënyrë bllokohet funksionimi i këtyre institucioneve kushtetuese. Kryeministri Sali Berisha ka kritikuar sot mjaftash për programin ekonomik të Partisë Socialiste. Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Berisha ka etiketuar kryesocialistin si Hugo Chavezin e Shqipërisë. Vetë kreu mazhorancës ka analizuar tashmë me detaje të gjithë ofertën e Partisë Socialiste dhe fillimin sipas tij të fushatës për zgjedhjet parlamentare të vitit 2013. Kryeministri Berisha gjatë fjalës së mbajtur në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike ka përshëndetur nisjen e fushatës zgjedhore nga kryesocialisti Rama, por i ka sugjeruar atij që të ketë kujdes se mos e lër benzina rrugës. Po kështu Berisha i ka bërë thirrje Ramës që të jap fund fabrikës së trillimeve, për sa i përket rritjes së korrupsionit në vend dhe situatës së vështirë ekonomike. Zoti kryetari i opozicës ka filluar fushatën elektorale për çka e përgëzoi dhe uroj që mos t'ia vulloj benzina rrugës, por e ftoj gjithashtu që në këtë fushat të lajë me njën fabrikën e trillimit, që i thot fabrika e mendimit ai, në rrafshin ekonomike udhëheq Shkëlqim Cani dhe në hije është Caca Ngjeli, pra dhe t'i referohet social-demokracisë europiane dhe asaj botërore. Kreu i qeverisë ka bërë një analizë të detajuar programit ekonomik të prezantuar nga Partia Socialiste, ndërsa e ka cilësuar atë një sallat maqedonase. Madje kryeministri e ka krahasuar kryesocialistin Rama me diktatorin venezuelian Hugo Chavez, i cili sipas Berishës është i vetmi që shprehet kundër privatizimeve. Turbim i madh për ofertën e Alpetrolit dhe privatizimin e Alpetrolit. Dhe deklarata unike nuk ka dhënë që shet të drejtën e shfrytëzimit. Mos e thoya, mund ta thuash ti çfarë është e drejta, çfarë është koncesioni? Është shitje të drejtës për një periudhë të caktuar. Dhe këtë po bëjmë edhe ne. Po, zoti Rama, të them ty, ka një njeri që nuk e shet, që i rikthej. Dhe ky është diktatori Hugo Chavez. Kjo është e vërteta. Ai po bën çdo gjë për të përzanë kompanitë amerikane. Berisha tha gjithashtu se programi ekonomik i Partisë Socialiste parashikon vetëm kaos. Ai sa sipas tij Rama ka frikë se mos përfundon si Papandreou në Greqi. Gjatë fjalës së mbajtur në mbledhjen e grupit parlamentar, Berisha përshëndeti seancën dëgjimore për ndryshimet kushtetuese të propozuara nga Partia Socialiste, ndërkohë që shprehu bindjen se kufizimi i imunitetit do të miratohet së shpejti në seancë parlamentare. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka vijuar tashmë turin e takimeve të tij me forumin e gruas eurosocialiste në kryeqytet. Në fakt ai ka premtuar se me të ardhur në pushtet do të ofrojë një qeverisi të re, ndryshe sigurisht nga këto 20 vite pluralizëm. I pranishëm në forumin e grua socialiste, kryesocialisti Edi Rama premtoi se Partia Socialiste do të vijë në ndihmë grave dhe vajzave duke garantuar arsimimin dhe punësimin për ta. Ai tha se është e papranueshme që vajzat të mos kenë mundësi për të shkolluar, apo që të ketë nëna që të mos përfitojnë nga barlindja për shkak se janë të papuna. Ne nuk mund pranojmë që ato ndër ju dhe jashtë kësaj salle në të gjithë Shqipërinë që janë të papuna, kur duhet të shkojnë në spital, shteti të thotë o paguaj, o vdis. Për ne, shteti duhet kujdeset për shëndetin e çdo qytetarit këtij vendi, qoftë në punë, qoftë pa punë. Kujdesi shëndetësor është detyrim në çdo shoqëri demokratike. Duke folur për programin politik të Partisë Socialiste për një rilindje shqiptare, Rama tha se ai parashikon kujdes shëndetësor falas edhe për personat e papunë. Shkarkimet në radhët e policisë kryeqytetit janë vlerësuar si shantazh për forcat e rendit. Aleanca Kuqezie ka denoncuar sot shkarkimin e 20 efektive të komisariatit numër 1 se ishin në detyrë ditën kur u godit me miell makina e kryeministrit Berisha. Aleanca Kuqezi ka akuzuar qeverinë se po i bën shantazh policisë së shtetit në prag të zgjedhjeve të përgjithshme. Në emër të aleancës, Rezar Balla ka cilësuar shkarkimin e 20 efektiveve të komisariatit numër 1 si një presion të hapur ndaj efektiveve blu. Shtetësi Sali Berisha në vartësit e tij me pezullimin e efektivave të policisë ka dërguar një mesazh të qartë dhe të fortë në radhët e tyre në prag të fushatës elektorale dhe zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013. Duke i paremëruar ata se policia do të luajë rolin që ai u dikton dhe jo që ligji i jep.
Sipas aleancës, policia e shtetit dhe qeveria nuk ndëshkoi asnjë polic gjatë muajve të verës, ku bilanci i aksidenteve i ngjante atij të luftës në Siri. Për gjatë 3 muajve të verës, u vranë, aksidentuan me vdekje, u grabitën, plaçkitën me qindra e qytetarë të këtij vendi në gjithë territorin, aqsa bilanci i ngjante një muaj të përgjakshëm në konfliktin sirian. Por asnjë titullar policie nuk u shkarkua apo pezullua për këtë situatë. Incidenti që u shënua të enjtë në Shkuar, ku 2 ish të përndjekur politik kanë goditur me qese mielli eskortën e kryeministrit, shërbeu për pezullimin nga detyrat të 2 shefave të komisariatit nr. 1 në Tiranë dhe 10 efektive të tij. Ndërkohë, 2 ish të përndjekurit po hetohen në gjendje të lirë. Austria ka vlerësuar hapat e Shqipërisë në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ka qenë kryetarja e Kuvendit austriak Barbara Pramer, e cila e ka cilësuar pozitiv këtë progres të bërë. Ndërkaq, ajo ka konfirmuar se brenda muajit tetor do të jetë gati edhe baza ligjore për rikthimin e armëve të heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në AD. Kryetarja Kuvendit austriak Barbara Pramer ka vlerësuar rritjet e Shqipërisë duke theksuar se shpreson në progres raportin që do të publikohet në Këshillin Evropian për Shqipërinë, që do jetë një sinjal pozitiv për rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kryetarja e Parlamentit të Austrisë Pramer, gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me kryeparlamentaren shqiptare Josefina Topalli, konfirmoi se brenda tetorit do të jetë gati baza ligjore për rikthimin e armëve të heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në AD dhe ekspozimin e tyre në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë. Shqipëria ka bërë hapa pozitive dhe shpresoj që progres raporti që do të publikohet nga Këshilli Evropian të jetë një sinjal i mirë në rrugën drejt integrimit të shtetit shqiptar. Parlamenti i Austrisë do të punojë pasi baza ligjore është gati për të sjellë shpatën dhe për krenaren e Skënderbeut. Ndërsa kryeparlamentarja Josefina Topalli vlerësoi mbështetjen e Austrisë në rrugën e Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe vlerësoi marrëdhënien midis 2 shteteve. Unë jam shumë e kënaqur që marrëdhëniet midis 2 vendeve tona janë të shkëlqyera në nivelin politik, që kanë avancuar dhe progresuar në marrëdhënie shumë palshe në fusha të ndryshme, të konkretizuara në interesin reciprok të 2 vendeve tona, në fushën e energjisë, në fushën e sigurimeve, në fushën bankare, në fushën e bashkëpunimit kulturor. Austria ka qenë një ndër vendet gjithmonë kyçe, shtetëse të çështjes shqiptare. Kryeparlamentarja e Austrisë Barbara Pramer ka vlerësuar edhe investimet austriake në Shqipëri, duke theksuar se një shembull i mirë i tyre është edhe ndërtimi i hidrocentralit të Ashtës, i cili do të inaugurohet ditën e nesërme. Gjithashtu Pramer, gjatë fjalës së mbajtur para deputetëve shqiptar në një seancë të posaçme parlamentare, theksoi se realizimi i reformës në drejtësi mbetet një ndër pikat kyçe të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Eci mëtej, Shqipëria, një superfuqi e vogël energjetike, është edhe premtimi i kryeministrit Berisha në një takim me biznesin. Në fakt, ai u shpreh se energjia është një nga sektorët prioritar për Shqipërinë. Berisha ka listuar edhe një sërme hidrocentrale, të cilat të dhëna tashmë me koncesion në mbar vendin. Ndjekim materialin e përgatitur nga gazetare jon Ornela Manjani. Qeveria shqiptare do të bëjë gjithçka për të favorizuar klimën e biznesit në vend, e sidomos të favorizojë kushtet për investimet e huaja në fushën e energjetikës. Niveli i taksave është më i favorshëm në rajon dhe sipas kryeministrit Berisha, bara fiskale do të lehtësohet më tej. Duke vënë theksin në objektivin e qeverisë për të kthyer Shqipërinë në superfuqitë e energjisë së rinovueshme në rajon, kryeministri Berisha ka premtuar se do të shkurtojë ndërhyrjen e qeverisë ndaj biznesit. Për të lehtësuar barën burokratike mbi ju. Në një kohë krize, ku në tërësi kancelarit flasin për rritje taksat, ju këtë nuk do më të anëgjani në njërë nga kjo qeveri. Ne kemi sot sistemi fiskal dhe më të ultit në Europë. Ju garantoj se qeveria, ekipi saj, po mendon se si të vazhdojnë ulljen e tyre. Në një takim me investitorët e huaj, kryeministri Berisha shtoi se modeli ekonomik i Shqipërisë është i bazuar në liritë ekonomike që kanë bërë të mundur dhe rritjen ekonomike të vendit. Në një vend i pasur
në burime ujare. Ne një Norvegji e vogël në Ballkan. Në vitin 2007 ishin mbi 30 vjet që në këtë vend si ishte ndërtuar qoftë dhe centrali vetëm. Me një grup të vogël ekspertë, por njerëz që besonin se ne mund të ashtrojmë të vend në një prodhos të madh dhe të arsyeshëm për rajonin të energjisë elektrike nga uji. Kreu i qeverisë ka bërë një bilanc të investimeve në sektorin privat energjetik, duke theksuar se janë firmosur 120 kontrata për ndërtimin e 320 heceve, ndërsa ka ftuar investitorët e huaj të investojnë në sektorin energjetik në Shqipëri. Kryeministri Berisha theksoi se ky sektor mbetet një nga më prioritarët për qeverinë. Ndërkohë, përfaqësuesi i një prej kompanive që ka investuar në fushën e energjetikës ka vlerësuar mbështetjen e qeverisë ndaj biznesit. Mirëpo, ndërkohë që Kryeministri Berisha premton superfuqi energjetike, vendi po përballet me një nga atacirat më të mëdha gjatë këtyre viteve. Për shkak të mungesës së rreshjeve, prurjet dhe rezervat hidrike duket se janë në një pikë mjaft kritike. Me gjithë parajsën energjetike të tumbentuar në Shqipëri, çdo ditë që kalon vendi zhytet në krizë energjetike. Niveli i liçenit në hidrocentralin e Fierzës regjistron një kuotë prej 279 metrash, disa metra larg pikës kritike. Mungesa e rreshjeve konsiderohet si një ndër shkaqet kryesore, por edhe konsumi i lartë, tej parashikimeve dhe kërkesave të vazhdueshme të CEZ për më shumë energji elektrike. Brenda harkut krohor për një muaj e gjysmë, liçeni i Fierzës ka rënë me 14 metra dhe nëse vijohet kështu pa rreshje dhe me mungesë balancimi nga importet, vendi do të përballet me pasoja të rënda të krizës energjetike. Aktualisht, korporata elektroenergjetike shqiptare nuk po kryen importe, pasi kjo është kompetencë e CEZ dhe ky i fundit nuk po e realizon këtë detyrim. Drejtuesit e korporatës elektroenergjetike shtojnë se nuk ka pasur eksporte, të paktën deri në muajin maj, kur u siguruan të ardhura prej 5 milion eurosh, por të pamjaftueshme në raport me borxhet e keshit që arrin në 150 milion euro. Aktualisht, nevojat e vendit janë 19.7 milion kilowatt energji elektrike në ditë, kurse vendi prodhon 13 milion kilowatt. Ndërkaq, Instituti i Statistikave ka bërë analizën 6 mujore për vitin 2012. Kështu energjia elektrike e përfituar nga të gjitha burimet në 6 mujorin e parë të vitit u ul me 4% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2011, kurse prodhimi i energjisë elektrike u ul me 16.4% krahasuar me 6 mujorin e parë të 2011-s. Energjia elektrike e prodhuar është afro 2 miliard kilowattorë dhe zë rreth 55% të sasisë gjithsej. Vazhdojnë bisedimet për planin urbanistik të kryeqytetit. Kryebashkiaku i Tiranës Lulzim Basha është ulur sot në tryezën e bisedimeve me arkitektët e rinj, të cilët kanë dhënë tashmë dhe këndvështrimet e tyre mbi këtë projekt. Bashkia e Tiranës vazhdon bisedimet për planin urbanistik të kryeqytetit. Diskutimet me qytetarët janë nisur nga njësitë bashkiake numër 8, ndërsa do të përfshihen edhe grupet e interesit. Në fjalët e tij, kryebashkiaku Lulzim Basha e cilësoi planin urbanistik të kryeqytetit si një vepër arti, tek e cila do të gjejnë veten të gjithë qytetarët. Bashkëvendimarrja e qytetarëve në përfundimin e planit urbanistik që i ka munguar këtij qyteti tash 21 vjet është për mua thelbësore. Është për mua po aq e rëndësishme se sa rezultati përfundimtar i këtij plani. Është po kështu garancia që rezultati përfundimtar do të jetë i qëndrueshëm. Ky plan, i quajtur plani i Tiranës Metropolitane, shtrihet në 8 njësi vendore, 2 nga të cilat bashki dhe 6 komuna. Kjo shënon njërisin në model bashkëpunimi dhe bën të mundur që qytetarëve të krijohen kushte më të mira të lëvizjes, shërbimit dhe infrastrukturës. Ndërtues dhe grupe tjera të interesit, dhe që sot e tutje deri në përfundim të planit çdo qytetar. Por nga ana tjetër, jo çdo kush ka mundësi apo kapacitetet të ofrojë çka është e nevojshme për këtë proces kompleks. Në hartimin e draft planit është parashikuar të gjithë metropoli i Tiranës nga 850.000 banor që është sot të kalojë në 1 milion banor, ndërkohë që vetë qyteti i Tiranës parashikohet që nga 600 në 650.000 që është sot do të shkojë në rreth 800 deri në 850.000 banor. Rajoni i Tiranës është i ndarë në 2000 blloqe, për të cilat nga blloqet e Tiranës janë parashikuar sheshe lojrash, terrene sportive, objekte sociale, po kështu janë parashikuar edhe institucione publike si shkolla, kopshte e cerdhe. Hapësirat e gjelbërta zënë një vend të rëndësishëm në këtë masterplan.
Dhe do të ndrojmë krejtësisht temë të informacioneve tona. Burg pa afat është kjo masa e arrestit për Ilir Xhakën, i akuzuar si ekzekutori i kryekomisarit Adem Tahiraj 3 ditë më parë. Ai është njohur sot me masën e sigurisë arrest me burg nga gjykata e krimeve të rënda. Vendimi në fakt është marrë nga trupa e kryesuar nga gjykatë Siluan Hazneziri. Ndërkohë prezantimi i provave u bë me dyert të mbyllura për shkak të sekretit të hetimor. Në këtë seancë prokuroria ka ngritur 4 akuza, mes të cilave vrasje për shkak të cilësive të veçanta të viktimës. Ilir Xhakja mbriti në gjykatë rreth orës 9:45 të mëngjesit në masa të rrepta sigurie. Xhakja u shoqërua nga Durrësi për forcave speciale për të shmangur çfarëdo incidenti, pasi ai ka përplasje të vjetra me shumë grupe rivale të cilat veprojnë tashmë në qytetin e Durrësit. Ndërkohë, policia është ende në kërkim të nipit të Xhakjas, Ledian Krasta, i akuzuar edhe ky për bashkëpunim në krim. Gjashtë shtetas sirian janë bllokuar në qarkun e Gjirokastrës. Nga hetimet ka rezultuar se këta persona janë ndihmuar në Athinë nga një qytetar nga Tepelena, i cili më pas i ka transportuar me automjetin e tij tip furgon për në kryeqytet. Policia e Gjirokastrës ka bllokuar 6 shtetas sirian, 3 në aksin rrugor Gjirokastër-Tepelen, si dhe 3 në aksin rrugor Gjirokastër-Jergucat. Ndalimi i tyre është bërë dje rreth orës 17:30 në aksin rrugor Gjirokastër-Tepelen në afërsi të Tepelenës, në një automjet tip Ford me targa të huaja, që drejton nga Grigor Sulaj, 45 vjeç. Ndërkohë 3 shtetasit e tjerë sirian janë kapur në afërsi të fshatit Grapsh, të cilët po udhëtonin në këmbë në drejtim të Gjirokastrës, pasi kishin kaluar me këmbë nga poshtë postbllokut të policisë së Jergucatit. Sipas policisë, sirianët kanë hyrë nëpërmjet kufirit jeshil nga Greqia dhe për t'u shmangur postbllokjeve të policisë në Jergucat dhe në ujin e ftohtë Tepelen. Në këto segmente rrugës zbresin nga makina dhe kalojnë me këmbë nga poshtë pikës të kontrollit. Nga hetimet rezulton se këta persona janë ndihmuar që në Athinë nga një qytetar nga Tepelena, i cili ka ndihmuar të hyjë në Shqipëri dhe më pas i ka hipur në automjetin tip furgon të shtetasit të sipërpërmendur për t'i transportuar në Tiranë. Policia ka shpallur në kërkim 2 shtetas, një nga Tepelena dhe një nga Tirana, pasi organizojnë dhe zhvillojnë trafikun e shtetasve të huaj maroken, sirian, algjerian e palestinez, nga Athina në Shqipëri e më pas në Malin e Zi, kundrejt vlerës 1.500 euro për person. Rreth 2400 të sëmurë me veshka listohen gjatë 2 viteve të fundit në vendin tonë, ndërkaq mjeku urolog Flamur Tartari ka theksuar se 2 ndër shkaqet kryesore të kësaj sëmundjeje, pra sëmundjes së veshkave në Shqipëri, është uji i pishëm dhe sigurisht edhe trashëgëmia. Në 2 vitet e fundit në Shqipëri janë afërsisht 2400 të sëmurë me dëmtime në veshk, të cilët paraqiten për të vizituar në Spitalin Universitar Nën Tereza. Shifrat u bën të ditura nga mjeku urolog në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, Flamur Tartari, gjatë aktivitetit të përvitshëm të javës urologjisë në Shqipëri. Tartari theksoi se në Shqipëri çdo vit regjistrohen rreth 6 raste të reja për 100 banor. Nga bë 2400 raste për 2 vjet. Që ne po të shkon bëjnë në spitale private, nuk arrin dot në ana financiare që të bëhen të smur. Çfarë ka rreziku i burën veshra? E para punës që duhet zbulu sa më herët. Për shembull, bota kam thënë disa herë me shkrimi edhe me atë, bota i zbulon që në barkun e nënës. Qëllimi kryesor është që të mos arrijë vjen mosha atë që është shumë e rrezikshme në moshën e kemi në rasti që i heqin veshkën, që janë ato të ashtuqytat me mece, nuk ka simptoma fare, një analizë, një intoksikacion ose një tjetër analizë bën që ai veshka është shkatrur në burrët. Gjithashtu, mjeku urolog Flamur Tartari theksoi se 2 ndër shkaqet kryesore të sëmundjes së veshkave në Shqipëri është uji i pishëm dhe trashëgimia. Ai theksoi se Shqipëria rënditet ndër vendet me një fluks të mesëm pacientësh të shtruar në spitale me dëmtime në veshk. Mjeku urolog gjithashtu theksoi se rastet të cilat paraqiten në Spitalin Universitar Nën Tereza përballohen me sukses nga stafi i mjekëve. Ndërkohë, kryeministri Sali Berisha ka vijuar me turin e inaugurimit të shkollave në mbar vendin e së fundi ai është ndalur në Kashar, ku ka bërë thirrje krerëve të komunave për të ofruar sa më shumë toka falas. Ndërkaq, prioritet edhe në mandatin e ardhshëm të kryeministrit është edhe arsimi sigurisht. Gjatë inaugurimit të shkollës së re Mustafa Leshi në komunën e Kasharit, kryeministri Sali Berisha i bëri thirrje kryetarit të komunës që të vërë në dispozicion tokë falas për ndërtimin e shkollave. Kjo është iniciativa më e fundit e kryeministrit që synon nxitjen e sipërmarrjes private në fushën e arsimit. Në detyrimin tonë do të ndërtojmë dhe rinërtojmë çdo shkollë publike. Do ta pajisim atë
me sistemet më moderne të mësimdhënies, por do bëjmë gjithçka për të mbështetur sipërmarrësit që do hapin shkolla private. Ndaj dhe ju bëj thirrje, ju zoti kryetari komunës, që qëllon në krye të mbështetjes të kësaj iniciative, vazhdo dhe mbështeti, le t'u japim ne atyre tokë për shkolla, le t'u krijojmë lehtësira tjera, se kjo është një rrugë shumë e sigurt për të mobilizuar sa më shumë fonde për edukimin e fëmijëve shqiptar. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Berisha premtoi se qeveria do të bëjë gjithçka gjatë mandatit që vjen që çdo shkollë kudo që ndodhet të rindërtohet, në mënyrë që nxënësit e këtij vendi të ulen në shkolla moderne. Gjithashtu Berisha premtoi rritjen çdo vit më shumë të rrogave të arsimtarëve. Shkolla Mustafa Lleshi në Kashar është një investim i qeverisë shqiptare në vlerën e 55 milion lekëve, me një kapacitet për mbi 400 nxënës. Eci më tej, Bashkimi Evropian ka shprehur tashmë shqetësimin edhe për sistemin e pensioneve të Greqisë. Vetë Këshilli i Europës ka theksuar se është nevojë emergjente të ruhen tashmë përfitimet e sigurimeve shoqërore me qëllim që të mos cënohet as pak paqja sociale. Komisioni Ministrave të Këshillit të Europës i ka tërhequr vëmendjen qeverisë greke dhe trojkës mbi rrezikun e mundshëm të rënimit të sistemit të sigurimeve shoqërore në Greqi për shkak të masave shtrënguese pa punësisë në rritje dhe reduktimeve në paga e pensione. Në vlerësimin e përshtatjes së Greqisë me parimet e kodit evropian të sigurimeve shoqërore, Komisioni Ministrave të Kies i bën apel qeverisë greke, por edhe përfaqësuesve të mekanizmit të mbështetjes së masat shtrënguese që vazhdojnë të merren në kuadër të përmirësimit fiskal në vend, ndikojnë seriozisht jetëgjatësinë e sistemit kombëtar të sigurimeve shoqërore. Kies thekson se është nevojë emergjente të ruhen benefitet e sigurimeve shoqërore, të paktën në nivelet minimale që parashikon kodi evropian, me qëllim që të shmanget varfërimi i popullsisë dhe të mos cënohet seriozisht paqja sociale. Sipas revistës, antarët e treshës, përkatësisht përfaqësuesi i Bankës Qendrore Evropiane, Komisioni Evropian dhe ai Fondit Monetar Ndërkombëtar, kanë pikpamje diametralisht të kundërta dhe janë të ndarë, veçanërisht për atë nëse Greqia është e aftë të mbetet në Eurozonë. Shprehje e mosperputhjeve brenda trojkës janë mënyra e zhvillimit të vendit. Komisioni Evropian është optimist në këtë çështje. Në kontrast me FMN dhe Bankën Qendrore Evropiane, kryesore janë dyshimet e FMN-s lidhur me përshtatshmërinë e paketës së re të kursimit për 11.5 miliardë euro, që do të aplikohet në Greqi. Sipas Spiegel, FMN konsideron të paarritshëm. Ministri i Brendshëm i Libisë ka deklaruar arrestimin e 10-50 shtetasve pas sulmeve të ndodhur ndaj selisë diplomatike amerikane. Nga sulmi i së martës në qytetin Bengazi të Libisë, u vra ambasadori amerikan dhe 3 shtetas të tjerë të Shteteve të Bashkuara. Ministri i Brendshëm i Libisë Fawzi Abdelal ka qartësuar numrin e arrestimeve që janë bërë lidhur me sulmin vdekjeprurës në konsullatën e Shteteve të Bashkuara në Bengazi javën e kaluar. Ai theksoi se janë arrestuar 4 persona, që është numër shumë më i vogël se ai i paraqitur nga lideri i Kongresit Kombëtar të Libisë, Muhamed Magarieb, që pati thënë se numri të arrestuarve është 50. Ministri i Brendshëm tha se me gjas numri 50 kishte të bënte me numrin e personave të kërkuar për hetime. Nga sulmi së martës në qytetin Bengazi të Libisë, u vra ambasadori amerikan dhe 3 shtetas të tjerë të Shteteve të Bashkuara. Sulmi ndodhi gjatë protestave të muslimanëve lidhur me një projekt filmik i prodhuar në Shtetet e Bashkuara, që tallen me profetin Muhammed. Të paktën 2 persona vdiqën ditën e diel gjatë protestave në Pakistan kundër filmit anti-islam. Demonstruesit marshuan para konsulatës në Karaki, por u zbrapsën nga policët. Zyrtarët treguan se të paktën 5 prej tyre, përfshirë edhe 2 zyrtar policie, janë plagosur. Për filmin thuhet se është një portret i profetit Muhammed. Të dielën protestuesit mendohet se ishin më pak në krahasim me protestat e disa ditëve më parë. Shtetet e Bashkuara kanë forcuar masat e sigurisë në ambasada dhe konsulatat në mbar botën në përgjigje të protestave. Pakistani ka dërnuar filmin, por ka kërkuar vetë përmbajtje. Japonia dhe Kina rrezikojnë tashmë të thellojnë konfliktin për shkak të pretendimeve territoriale mbi disa ishuj të pabanuar. Së fundmi janë sulmuar bizneset japoneze në Kinë, duke detyruar edhe mbylljen e tyre. Pjesa më e madhe e firmave ka mbyllur fabrikat e tyre në Kinë dhe u kanë kërkuar emigrantëve të mos i hapin dyert nisur nga protestat e dhunshme.
të nxitura nga pretendimet territoriale. Kjo e fundit ka kërcënuar edhe tregtinë mes dy gjigantëve ekonomik në Azi. Ndjenja më e madhe anti-japoneze në Kinë u shfaq gjatë protestave të dhunshme në fundjavë ndaj bizneseve të mirënjohura japoneze si prodhuesit e makinave Toyota dhe Honda. Ata u kanë kërkuar emigrantëve të tyre të tregojnë të kujdesshëm dhe kanë paralajmëruar shtetin kinez se po vendosin në rrezik marrëdhënie tregtare mes dy vendeve. Kina dhe Japonia gjenerojnë të dyja një tregti prej rreth 345 miliard dollar në vit. Kjo marrëdhënie është vendosur në rrezik nga disa ishuj të pabanuar në detin lindor të Kinës. Tensionet u rritën edhe më tepër pasi Japonia vendosi blerjen e tyre nga pronar privat japonez. Një lëvizje e cila zemëroi Pekinin u ndërmon nga qeveria japoneze për të parandaluar nga ndonjë plan akoma edhe më provokativ të nacionalistëve në qeveri për të ndërtuar në këto ishuj. Në kundërpërgjigje, Kina dërgoi 6 mbikëqyrës anijesh në këtë zonë, e cila mendohet se përmban rezerva të mëdha gazi. Proteste e fundjavës prekën jo vetëm misione diplomatike japoneze, por edhe dyqanet, restorantet dhe shitësit e makinave në 5 qytete të mëdha. Grupi japonez i elektronikës deklaroi se disa nënpunës kinez kanë sabotuar vendet e punës dhe se do të rrinë të mbyllur deri ditën e martë. Vazhdojnë shpërtimet në Irak, e së fundi një kamikaz ka hedhur vetën në erë në zonën e Gjelbër, ku janë edhe rezidenca diplomatike. Në zonën e vlerësuar tashmë si super e mbrojtur, u shkaktua dhe vdekja e të paktën 4 personave. Përthim kamikaz në qendër të kryeqytetit irakian Bagdad, një bilanc i parë flet për të paktën 4 të vdekur, mes të cilëve 2 ushtarë dhe 10 të plagosur. Shpërthimi ndodhi në afërsi të zonës së Gjelbër, e cilësuar super e mbrojtur nga ndërkombëtarët. Zona është e populluar nga shumë ambasada, përfshirë ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shumë rezidenca personale diplomatike. Ditë më parë ka ndodhur edhe me 10 atentate ditët e fundit. Vetëm pak ditë më parë 10 atentate të tjera ndodhen në Irak. Në këto atentate gjetën vdekjen 51 të vrarë dhe 250 të plagosur në të gjithë vendin. 2 autobomba shpërthyen në një tren në jug të vendit, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 14 shtetasve dhe plagosjen e 70 të tjerëve. Në Balad, 11 ushtarët janë vrarë në një sulm kundër një postbloku të ushtrisë. 7 viktima ndodhen në Kirkuk, ku një autobomb shpërtheu para selisë së një kompanie nafte irake. Në Basora dhe Nasiria shpërthyen të tjera makina të mbushura me eksploziv. 6 viktima dhe rreth 20 të plagosur. Qeveria irakiane nuk arriti dot të parandalojë grupet e lidhura me Al-Qaedën që kanë ndarë sulmet e përgjakshme. Miq të nderuar, lajmet e orës 19 në Koha Televizion kanë përfunduar. Faleminderit që na zgjodhët ne për t'u informuar. Nga Umberta Galliu. Natën e mirë dhe do takohemi sigurisht nesër mbrëmë në orën 19. Natën e mirë.